Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi përplasjen mes kryeministit Edi Rama dhe mediave greke dhe opinionbërzëve në Greqi sa i përket mënyrës se si Edi Rama e cilësoi Greqinë, duke theksuar se grekët e vjetër nuk kanë lidhje me grekët e sotëm, por më pas është tërhequr duke kërkuar në një farë mënyrë ndjesë dhe duke thënë se Shqipëria dhe Greqia janë dy vende fqinj dhe se shqiptarët dhe grekët janë vëllezër midis tyre. Por çfarë do të thotë ky provokim i Edi Ramës me Greqinë? Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Zoti Islami, çfarë do të thotë ky provokim i Edi Ramës me grekët, ku një herë i sulmon dhe më pas tërhiqet duke thënë që shqiptarët dhe grekët janë vëllezër? Edi Rama është i njohur për provokime, është i njohur si karagjos politik, s'ka iden fare të diplomacisë, thjesht lëshon batuta vend e pa vend, kujton se është duke pirë atë verën 33.000 euroshe, kur flet edhe kur bën deklarata dhe harron që ka të bëjë me një shtet me një diplomaci greke 200 e sa vjeçare, që ka një traditë në diplomaci, ka një traditë në organizimin e shtetit, ka vendosur cashina në marrëdhënie dhe në strategjinë e saj Greqia ndaj Shqipërisë. Shqipëria aktualisht të kërkon gjysmën e trullit të Shqipërisë do të ri, të kërkon të gjithë Shqipërinë e Jugut. Dhe ai këto gjëra i bën heçashkë, thotë shon çfarë do thonë grekët. Dhe meqense grekët ai duan, e trihet mbrapsht dhe thotë e thash për çka ka. Jo nuk e ka. Provokime që ai bën thjesht për të na thënë, jo neve, jo mua, se unë e njoh edhe i di mirë dhe marrëdhëniet e tij me Greqinë, po ua thot atyre shqiptarëve që nuk e kanë iden fare se kush është Greqia dhe çfarë politike luan Greqia kundër Shqipërisë. Sot jemi vëllezër. Dhe përfiton, ose si thua, i adresohet ekzistencës komunitetit të arvanitëve të Greqisë. Arvanitët do të ri vërtet flasin shqip. Vërtet janë shqiptar autokton mira vjeç. Por janë armiq të Shqipërisë sepse e kanë deklaruar të gjithë ata udhëheqësat politik të Greqisë. Gjatë gjithë kohës që të paktën që nga 90 politikën greke janë armiq të theksuar tanët. Ata e thonë shqip. Ne jemi grek, thonë, asnjëherë s'kan pranuar që të thonë jemi arvanit, shqiptar. Ka persona të ndryshëm, ka individ të ndryshëm që e thonë këtë të vërtet, që vërtet janë me gjak shqiptar, janë pasardhës të pelladhëve dhe të ilirëve, por politika greke dhe kisha greke është armike e betuar e popullit dhe kombit shqiptar. Se dikush para një 3 ditësh më quajti dhe spion të grekëve mua, po nëse gojën e ka të tij se cili dhe thot çfarë të doj. Se kush është Zaçe në Greqi dhe çfarë ka bërë dhe si ka marrëdhënie dhe çfarë biografi ka Zaçe Islami në Greqi, e di i bardhë i zi, i madh e i vogël, brenda dhe jashtë Shqipërisë, e di gjithë diaspora. Prandaj në këtë pikë unë jam njohur si shkëlqyer i marrëdhënieve dhe i qendrimit grek me Shqipërisë. Asnjë nuk i njeh marrëdhënie, sepse kam ndjekur politikën greke që momentet e para që kam vajtur. Dhe po ju them dhe një herë tjetër, Edi Rama provokon mat pulsin, shikon udhët shqiptarëve që janë atje në Greqi, kuptohet, u thotë që s'keni ju, mos keni merak, unë me Greqinë nuk i prish marrëdhëniet, ata po janë natyrisht që janë të interesuar që të kenë marrëdhënie të mira me Greqinë sepse jetojnë atje, kuptohet, dhe ky këtu tallet me shqiptarët. Kaq. Si e shpjegoni që Edi Rama ka këtë përullësi ndaj grekëve duke shkuar deri në kufijtë e servilizmit, ku kërkon ndjesë dhe nuk i qëndron asaj që u shpreh në konferencën që mbajti 2 ditë më parë në Abu Dhabi? Çfarë kërkon Edi Rama të arrijë përmes këtyre provokimeve dhe pse i cilëson shqiptarët dhe grekët vëllezër, ndërkohë që më parë futi këtë lloj spice, po themi, midis tyre? Për mua ai shkron trasen, vë hekurudën gati që të vej çështja në gjykatën e Hagës, çështja e detit. Dhe Edi Rama është i vendosur, është i blerë nga shteti grek, është agent i shtetit grek për të dhënë pjesën atë
hapësirë detare që kërkojnë grekët. Dhe këtë deklarat e them, ta dëgjojnë mirë të tërë ata që në kushtim quajti mua spiun të grekëve, ta dëgjojnë mirë t'ja besët, që Edi Rama është agent i grekëve dhe kërkojnë që t'u japë detin grekëve, atë pjesë që ka bërë marrëveshjen Sali Berisha në 2009 dhe që parlamenti grek e ka ratifikuar dhe e ka në fuqi. Dhe me sa di unë kanë shkuar dhe kanë filluar dhe çmimet në atë zonë që është jona dhe ata e konsiderojnë të tyre duke marrë atë ta shquajturin 12 milje. Pra, Edi Rama përgatit terrenin tani që të thotë, jo, unë miri kam marrëdhëniet me grekët ndaj këtej, po ja gjyqi i Hagës u dha atyre s'kam që. Kjo është politika që ka bërë Edi Rama tani, por ne nuk kemi budallë. Ne nuk na shkon dot peshku në ba, kur thonë Edi Rama, ose u progot, kur thot populli shqiptar. Edi Rama është agent dhe shërbëtor besnik i politikës greke. Edi Rama shet interesat e popullit shqiptar te grekët. Lidhur me Sazani që dikush tha, që pas kam thënë që Sazani t'i jepet Greqisë, ishte diçka e tillë, kështu, po them dhe një herë tjetër, Sazani është tokë shqiptar dhe s'ka burnën e që e prek. Zoti Islami, pse Edi Rama nuk diskuton me Greqinë çështje kaq të rëndësishme siç është çështja e detit, të cilën e kanë dërguar në Hag, apo dhe çështje sa i përket ligjit të luftës me Greqinë, apo të drejtat e emigrantëve shqiptar në Greqi, po merret me të tilla diskutime banale. Se po të bëj një gjë të tillë, grekët e nxjerrin përbishje për jashtë. I njihni grekët ju. Grekët janë egoistë politik. Grekët janë të vendosur në atë që kërkojnë. Ne kemi mbetur mes katër rrugëve pa që s'pron kush. Ne shqiptarët. Dhe ai grekëve u thotë jetë me çdo kohë. Ai si t'ja bëj Serbisë që ka Kosovën kockën në fyt, edhe janë kosovarët që në Ballkanin haptratit marrëveshje që bëri për të dhënë trojet e tjera me Serbinë, ai këtë gjë tani po bën me Greqinë. Shqiptarët duhet hapin sy dhe të shikojnë që Edi Rama është armik i betuar interesave kombëtare shqiptare. Dhe kushdo që thotë të kundërtën është armik i popullit shqiptar dhe armik i Shqipërisë. Zoti Islami, në këtë rast, a mund të hakmerret Greqia kundrejt Shqipërisë dhe mund të vendos veton sa i përket procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian? Të lutem. Po. Të lutem. Harrojeni fjalën antarësim në Evropë. Me kartë tallen këta tanët, jo Greqia. Greqia mirë bën se i thotë, ç'ket ishte se nuk të lënë të vesh në Evropë. Nuk vemi në Evropë ne zotëri. Ne po vajtem do bashkohemi me Amerikën, jo me Evropën. Ajo është një letër që tallet Edi Rama për të thënë shqiptarëve që janë nuk na lënë të vemi në Evropë, prandaj do t'i tolerojmë. Dhe i ka toleruar sa s'ka ku shkoj më. Ka bërë 2 bashki me Kombësi Greke, ka njohur gjithçka që kërkojnë grekët, gjithçka, po them, të plot, dhe Edi Rama është armik i betuar, po e them dhe një herë tjetër, interesave kombëtare shqiptare. Pse si janë banë Edi Ramës vetë u thotë heqni ligjin e luftës? Pse nuk janë banë zyrtarisht, jo në për stadiume, se ato janë fjalë që merrera, po zyrtarisht të kërkoj ligjin e luftës, të hiqet, zyrtarisht të kërkoj të drejtat e çamëve të përzëngat edhe të pronave të shqiptarëve në Greqi, zyrtarisht të kërkoj mbrojtjen e interesave të komunitetit shqiptar në Greqi dhe në Athinë, dhe të thotë dhe arvanitëve që ju zotëri që më hiq që thoni jemi grek, arvanit s'ka grek, është arvanit ose grek. Pra me këto luan Edi Rama, zotëri. Në këtë rast, pse nuk e bën dot pra Edi Rama që të trajtojë çështjen e ligjit luftës, çështjen e çamërisë, apo edhe çështje të tjera që janë mjaft të rëndësishme? Jo, nuk e bën dot. Hiqet fjalën se bën dot. Edi Rama nuk do ta bëj, sepse Edi Rama u shërben interesave greke dhe e di që duan grekët. Dhe ato që kërkojnë grek dua ka dhënë. Për Edi Ramën, çka është bërë? Se vajtja në Hag për çështjen e detit, zotëri, është që i vë vulën tradhticë kombëtare dhe shitjes së trojeve tona. Kaq. Po çfarë kërkon të thotë Edi Rama kur shprehet se grekët e vjetër nuk kanë lidhje me grekët e sotëm? Na u bë dhe historian tani ky piktori Çapaçul, edhe nuk e vjen po dalmo se ka ca burra të tjerë Shqipëria që se lënë të thotë kështu. Jo, zotëri, jo.
Grekët e vjetër s'kan gjuhë të vjetër, që greqishtja e vjetër është gjuhë shqipe, dhe është gjuha greqishte. Dhe po a them për kuriozitetin e dëgjuesve dhe teleshikuesve tuaj, do t'u them disa fjalë greke të greqishtës së vjetër, thojnë që në pak janë shqip. Shkoni në Greqi dhe thoni dua të marr kredi. Do thot dhanjo. Dhan me dhan është dialekti grek i fjalës marr. Borx. Një. Shkoni në Greqi dhe pyetini si quhej shiu në gjuhën e vjetër greke. Në gjuhën e vjetër ta shikojtë greke, ti kuptojmë. Thoshin shi, broshi, thonë shiu sot në greqisht e flasë sot. Në greqishtën e vjetër quhej shi i femineve. Në greqishtën e vjetër mali quhej mall dhe pasuri. Mall dhe mal e kemineve, ata i thonë buno malit. Në greqishtën e vjetër kur mpiksej një fëmijë në një çift të burua, thuhet ota nejin e qisi. Pra kur u bë ngjizja. Pra këto janë fjalë shqipe zotëri të pastra fare. Kjo është greqishtja e vjetër që thonë ata, është greqishtja e vjetër, është shqip e pastër. Kështu që unë kam libra që vërtetojnë këtë gjë, të shkruara dhe nga historian dhe arkeolog grek. Mirë po, Edi Rama është nështruar totalisht dhe traseen e Edi Ramës për të mbështetur grekët ja ka bërë gati Enver Hoxha që me taksajn Enveri në Paris vendosi që të hiqte karta të identitetit, taftotit që thonë grekët, çamëve, me qëllim që ata të mos kishin mundësi të ktheheshin më në Greqi edhe të bënte shtetat shqiptar. Pikërisht këtu është tradhtia që është bërë kombi shqiptar, ndash me problemin çam, ndash me problemin e ligjit luftës, ndash me problemin e pronave, ndash me problemin e minoritetit, janë 40.000 apo 50.000 maksimumi minoriter, na del Haralambos Karathanos dhe thot janë 500.000 shqiptar, minoritarë do të Greqi, kemi 500.000 grek. Ishte Sali Berisha që e njohu himarën greke, apo si tonë këto. Se dikush më qua që dhe Salihu ytë më tha para ca ditësh. Jo zotëri, se shtemi Salihu. Salihu është juaj se ju e vut president, se bura unë. Zotë Islami, në këtë rast, si është e mundur që nuk ka pasur një strategji kombëtare për të shkuar ose më saktë për studiuar deri në detaje identitetin e lashtë shqiptar? Sepse politika shqiptare përbëhet nga agjentë dhe nga spiun dhe nga servil, qoftë nga shërbimi sekret shqiptar, qoftë nga agjenturat e huaja. Dhe njerëzit që futen në parlamentin shqiptar janë të tërë që kanë hedhur firmën në përshërbime të huaja, qoftë në shërbimin sekret shqiptar, qoftë në të huaja. Akoma dokumenti i klasifikimit i besnikërisë, si quhet ajo, se di se s'jam me atë punë, e kanë marrë, punojnë në për institucione të larta shtetërore njerëz që nuk kanë marrë DSJ. Pra, në Shqipëri nuk qeverisin patriotët shqiptarë, në Shqipëri qeverisin agjentët e shërbimeve të huaja. Dhe kjo është absolutisht e vërtetë si që dritë e diellit. Sot kryeministri Edi Rama mblodhi grupin parlamentar të Partisë Socialiste ku theksoi se në 2027 ata do të dalin sërish të përballen me elektoratin dhe deri atëherë do duhet i kenë bërë llogarit mirë. Çfarë po paralajmëron Edi Rama deri 2027 që mund të ketë zgjedhje të reja, mund të largohet apo mund të ndodhë një aksion tjetër politik? Asnjë gjë s'ka për të ndodhur. Edi Rama bën adetin, u thot atyre që ne mos e çani kokën se ne s'kemi kundërshtar. Ne kemi Sali Berishën që na ban akoma në pushtet, ne kemi opozit të vdekurit pa mbuluar. Këtë ka bërë sot Edi Rama. Harroni se mund të rrëzohet Edi Rama nga pushteti me zgjedhje dhe me politikë të brendshme. Jo. Unë rrëzimin e Edi Ramës e pres nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e pres nga SPAK-u. Se më tha dikush, tha partije që pas kam thënë që ose që e kam thënë në fakt që SPAK-un e komandon Edi Rama. Deri tani në fakt Rama po e komandon. Deri tani që flasëm bashkë. Do me thënë, është një luftë shumë e egër midis
oficerëve dhe gjyqtar prokurorëve të SPAK-ut me Edi Ramën personalisht, sepse Edi Rama është bërë diktator tani. Pse bërë diktator? Dhe se thot njëri që është diktator. Është diktator sepse parlamentin e komandon ai. Drejtësinë e komandon ai, policinë e komandon ai, median e komandon ai, diplomacinë e ka, gjithçka i ka në dorë një njeri që quhet Edi Rama. Atëherë ai i ka të garantuar fitoren, jo fitoren, mbajtjen e pushtetit, rrëmbimin e pushtetit, vjedhjen e votave i ka të garantuara. Ai paguan patronazistë të trime nga 900.000 lek rrogë në muaj. Patronazistët pas një punë, pas një gjë, thjesht për të pasur vota. Pra ajo të kthejmë dhe njerë tek ajo ëndra, tek ajo idea idiote që tonë do shkojmë në Evropën e Bashkuar. Harrojeni të nderuar shqiptar, këtu jemi, do rrojmë në lasht perdia të rrojmë dhe do ta shikoni që është një blok, është një mashtrim i politikës evropiane i asaj Evropës që na ndau na bëri 5 copa. S'ka Evropë për Shqipërinë, s'ka Evropë për shqiptarët, s'ka Evropë as për Bosnjën, as për Kosovën, as për Shqipërinë, as për Maqedoninë, as për Turqinë. Pse se ka popullsi muslimane? Evropa është një klub i kështerë, ka thënë i krishterë, e ka thënë mirë Ismail Kadarea. Nga ana e tij, Berisha ka deklaruar se Edi Rama nuk do ta heqë as Shtetet e Bashkuara, as SPAK-u, por vetë ai në drejtimin e opozitës. Po këtu heqësh. Këto se u bë që sharak tani. Pse nuk është serioz ai? Si praktike. Alutish fare. Ai bashkë me Edi Ramën që bëjnë interesave greke dhe serbe. Absolutisht po. Sali Berishën na e bëri pesqesh Amerika, që e buri president në 92-shin, dhe Sali Berishën e ka mbrojtur deri tani Amerika. Tani Amerika nuk e dim që në rriman me të, por Sali Berisha i shërben interesave greke. Amerika ka shpallur non grata. Ai shpallja non grata nuk është asnjë se ai është i lirë. Ai është i lirë, edhe sa që u arrestua, as është arrestuar, as është bërë, ai thjesht është në lirë nga i doqeti, që përshi punë non grata, as një punë si përshi, që do bëj ai? Do bëj prapë kryeministër? Nuk bëhet më kryeministër. Zoti Islami, dhe i pyetja e fundit, gjykata e apelit ka lënë në fuqi sekuestrimin e pronave të luajshme dhe të paluajshme të dhëndrit të Sali Berishës dhe vajzës tij Argita Berisha. Ju si mendoni, a do duhet që SPAK-u dhe gjykata e posaçme të vijojnë në këtë drejtim për të sekuestruar pasuritë edhe politikanëve të tjerë, përfshi dhe Edi Ramën? Kjo punë nuk. Ua kam thënë se si bëhet kjo punë, po të doj SPAK-u ta bëj. Dhe të nxjerrë të tërë të korruptuarit dhe spionët. Me një veprim fare të thjeshtë. Dhe të kohë. Regjistrimin e të gjitha pronave të paluajshme, pallate, apartamente, hotele, resorte, gjithçka që është ndërtuar, të kërkojnë burimin e parave. Kush është pronari dhe ku i gjeti parat që e bëri. Po të duan ta bëjnë. Po nuk e bëjnë, këto janë kështu, janë inate personale, me jep të tjap. Edhe sekuestrimi i pronave që tonë këta është, për mua është alibi, nuk është e vërtet. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën dhe inshallah takohemi prapë në biseda të tjera. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.